Përshëndetje. Në këtë video do të flas përse unë kam dalë sërish si publike në rrjetet sociale. Dhe nuk dua ta shuaj këtë gjë rikthim, sepse unë nuk jam duke u rikthyer, unë jam duke nisur jetën time nga e para, nga zero. Dhe dalja ime në publik, si fillim, unë jam koshjente që historia ime nuk ka qenë një histori normale. Dhe ka qenë një mësim kolektiv për të gjithë. Qoftë që secili të pyes veten çfarë mund të bëhej ndryshe në këtë histori. Dhe pashtu edhe në rang shoqëror, se si njerëzit mund të reagojnë nëse dikush ka një mendim ndryshe. Apo ndoshta ka bërë një gabim se si reagohet ndaj asaj që njerëzit e quajnë gabim. Në këtë ridaljen time, as se si, as e kam pasur qëllim, as nuk e kam plan që dikush të ndroj mendim për mua. Unë e di shumë mirë që njerëzit të cilët të gjykojnë apo nuk të duan, ti sikur ti tregosh çdo gjë me fakte, duke ia shpjeguar çfarë ke kaluar, emocionet, ndjenjat, situatat, në fund fare ke për të mbetur po e njëjti. Dhe gjithashtu, për njerëzit të cilët të duan, pavarësisht se çfarë shikojnë apo dëgjojnë, e kuptojnë që brenda tyre thot, po mirë, dhe më thënë, nuk u bënami. Dhe pikërisht, për njerëzit të cilët janë të tillë, për njerëzit të cilët unë me ta nuk kam pasur kur vetëm një marrëdhënie mësuese nxënëse, por se ka qenë më thellë se kaq. Unë me njerëzit që më kanë dashur, kam patur një lidhje shpirtërore të pashpjegueshme. Diçka që një fjalë e imja ka prekur në shpirt, por se edhe një fjalë e tyre më ka prekur në shpirt. Kështu që jam kthyer për këta njerëz, edhe nëse është një person, 10, 1000 apo 10.000 për mua nuk ka më rëndësi. Nuk paska gjë më lehtësuese se të kthehesh tek njerëzit si një njeri i thjesht, jo me titull, jo më përgjegjëse për të më thënë se e ke diçka për detyrë apo e ke diçka për borxh ndaj dikujt. Kështu që unë kam dalë si një njeri i thjesht, si një grua e cila ka patur shumë rënje në jetë. Edhe rënjet e mia kanë qenë po aq sa kam qenë lart, aq kam rënë poshtë. Dhe gjithmonë jam ngritur, por se kjo e fundit, unë jam ngritur në mënyrë ndryshe. Unë nuk jam ngritur duke dalë dhe duke u përplasur me kënd, duke i thënë dikujt pse ma bëre këtë gjë. Por se jam kthyer tek vetja ime për ta ndryshuar veten time. Unë nuk jam këtu për të ndryshuar njerëzit, nuk jam më për të ndryshuar as mendimet e njerëzve, as për të ndryshuar sjelljet e tyre kashimeje, por se jam këtu për të gjitha ato të cilat janë gati të mësojnë se si të ndryshojnë veten e tyre nga brenda. Dhe ta marrin këtë përgjegjësi për të ndryshuar jetën e tyre dhe veten e tyre nga brenda. Mendoj që është përgjegjësia jonë e vetme. Që ne të merremi me veten. Mos të merremi me askënd jashtë. Kështu që unë jam këtu për këdo që ndoshta mund të dali video ime, e ndoshta dëgjon një fjalë që
i ndryshon ditën, apo ndoshta mund të ndryshoj edhe jetën, këndvështrimin e tij ndaj një situate të caktuar. Kam ardhur pikërisht vetëm për këta njerëz. Përshëndetje. Në këtë video do të flas përse un kam dalë sërish si publike në rrjetet sociale. Dhe nuk dua ta shuaj këtë gjë rikthim, sepse unë nuk jam duke u rikthyer, unë jam duke nisur jetën time nga e para, nga zero. Dhe dalja ime në publik, si fillim, unë jam koshjente që historia ime nuk ka qenë një histori normale. Dhe ka qenë një mësim kolektiv për të gjithë. Qoftë që secili të pyes veten çfarë mund të bëhej ndryshe në këtë histori. Dhe pashtu edhe në rang shoqëror, se si njerëzit mund të reagojnë nëse dikush ka një mendim ndryshe. Apo ndoshta ka bërë një gabim, se si reagohet ndaj asaj që njerëzit e quajnë gabim. Në këtë ridaljen time, as se si, as e kam pasur qëllim, as nuk e kam plan që dikush të ndroj mendim për mua. Unë e di shumë mirë që njerëzit të cilët të gjykojnë apo nuk të duan, ti sikur ti tregosh çdo gjë me fakte, duke ja shpjeguar çfarë ke kaluar, emocionet, ndjenjat, situatat, në fund fare ke për të mbetur po e njëjti. Dhe gjithashtu, për njerëzit të cilët të duan, pavarësisht se çfarë shikojnë apo dëgjojnë, e kuptojnë që brenda tyre thot, po mirë, domethënë nuk u bë nami. Dhe pikërisht për njerëzit të cilët janë të tillë, për njerëzit të cilët unë me ta nuk kam pasur kur vetëm një marrëdhënie mësuese nxënëse, por se ka qenë më thellë se kaq. Unë me njerëzit që më kanë dashur kam patur një lidhje shpirtërore të pashpjegueshme, diçka që një fjalë e imja ka prekur në shpirt, por se edhe një fjalë e tyre më ka prekur në shpirt. Kështu që jam kthyer për këta njerëz, edhe nëse është një person, 10, 1000 apo 10.000 për mua nuk ka më rëndësi. Nuk paska gjë më lehtësuese se të kthehesh tek njerëzit si një njeri i thjesht, jo me titull, jo më përgjegjëse për, domethënë se e ke diçka për detyrë apo e ke diçka për borxh ndaj dikujt. Kështu që unë kam dalë si një njeri i thjesht, si një grua e cila ka patur shumë rënje në jetë. Edhe rënjet e mia kanë qenë po aq sa kam qenë lart, aq kam rënë poshtë. Dhe gjithmonë jam ngritur, por se kjo e fundit, unë jam ngritur në mënyrë ndryshe. Unë nuk jam ngritur duke dalë dhe duke u përplasur me kënd, duke i thënë dikujt pse ma bëre këtë gjë. Por se jam kthyer tek vetja ime për ta ndryshuar veten time. Unë nuk jam këtu për të ndryshuar njerëzit, nuk jam më për të ndryshuar as mendimet e njerëzve, as për të ndryshuar sjelljet e tyre kashimeje, por se jam këtu për të gjitha ato të cilat janë gati të mësojnë se si të ndryshojnë veten e tyre nga brenda. Dhe ta marrin të përgjegjësi për të ndryshuar jetën e tyre dhe veten e tyre nga brenda. Mendoj që është përgjegjësia jonë e vetme, që ne të merremi me veten.
mos të merremi me askënd jashtë. Kështu që unë jam këtu, për këdo që ndoshta mund t'i dali video ime, e ndoshta dëgjon një fjalë që i ndryshon ditën, apo ndoshta mund t'i ndryshoj edhe jetën, këndvështrimin e tij ndaj një situate të caktuar. Kam ardhur pikërisht vetëm për këta njerëz.